Specialistët për hetimin e krimeve në Komisariatin e Policisë së Vlorës referuan materialet në prokurori dhe arrestuan një shtetas 37 vjeç banues të lagja Nisa Boletinin Vlorë, pasi në datën 23 qershor të këtij viti është kapur në kushtet e flagrancës nga shërbimet e forcës së posaçme Shqiponia, duke tentuar të vjedhë një automjeti Benz, ndërsa është shpallur në kërkim një 52 vjeçar banues të fshatit Hanin të Vlorës, pasi në datën 23 qershor gjatë një konflikti për motive të dobta ka kanosur me armë gjahu komshiun e tij, një shtetas me inicialet FK. Nisi po ashtu procedimin penal për një shtetas 58 vjeç banues të Fier, pasi në datën 23 qershor të këtij viti, tek ura e Foli në Vlorë për motive të dobta, ka dëmtuar xhamin e një autobusi, si dhe ka kanosur me fjalë drejtuesin e këtij mjeti. Policia bën me dje po ashtu se ka nisur procedimin penal edhe për një shtetase 37 vjeçe banuese në Mbretërinë e Bashkuar, pasi dyshohet se ka hyrë në automjetin e një shtetasi ku i ka vjedhur këtij të fundit disa dokumente, si dhe nuk i është bindur urdhrave të punojësve të policisë, duke i kundërshtuar gjatë shoqërimit. Po këta specialistë referuan materialet për vlerësim, pasi më datën 20 qershor të këtij viti në lagjen Pavarësia 3, gjatë një konflikti të çasti, shtetasi me inicialet GS ka goditur me pullëm një shtetas me inicialet KB. Specialistët për hetimin e krimeve në Komisariatin e Policisë së Imarës referuan materialet në prokurori dhe shpallën në kërkim një shtetas 33 vjeç banues të Pogrades, pasi ndaj tij ka bërë kallëzim penal një shtetas 37 vjeç banues të Lezhë, se në datën 23 qershor të këtij viti në vendin e quajtur Livadh Himar, ky shtetas së bashku me një shtetas tjetër ende i pa identifikuar e kanë goditur me grushte dhe me një send të fortë metalik. Vijon puna për kapjen e tij dhe identifikimin e personave të tjerë të përfshirë në këtë konflikt. Specialistët për hetimin e krimeve në Komisariatin e Policisë së Sarandës referuan materialet në prokurori dhe shpallën në kërkim një shtetas me inicialet të DB 23 vjeç banues të Sarandë, pasi në datën 23 qershor të këtij viti në lagjen numër 4 Sarandë është konfliktuar dhe ka goditur me mjet prerës një shtetas 47 vjeç, i cili ndodhet jashtë rreziku për jetën. Vijon puna për kapjen e autorit të dyshuar, ndërsa materialet ju referuan prokurorive përkatëse për veprime të mëtejshme.